Vazhdoj gjimnazin, më tha mua, pastaj se ti e nxënëse mirë, tha, jo se isha nxënëse shkëlqyer, po isha nxënëse mirë me mesatare e 9, nuk kam qenë nxënëse mirë, mësoja. Edhe atë vit nuk ka vajt as në gjimnaz, dhe mbaj mend si tani na kanë bërë fletrufe, se atëre po mos vazhdoj gjimnazin, ka qenë i periudhë, fletrufe, filan, fistuku që ri në shtëpi dhe nuk vazhdoj. Unë nuk doja se thosha po vazhdova gjimnazin, do ngecem aty pastaj dhe nuk do vazhdoj pasionin tim. Ti e ke bërë këtu në liceun artistik në Tiranë? Si ishte të rije larg familjes? Në fillim ishte, se unë s'isha larguar ndonjëherë, shumë e vështirë, aq më tepër në liceun artistik që unë vija për fushën e pikturës, më pëlqente muzika, e kisha po aty mendo duke ja bërë trompës, pianos, një ullërim, ca bënin vogalica, do mi ki mëndja këtu, thash unë e ziza, si do ta përballoj unë? Zotin, shto përshtatem unë kështu, duke bërë kështu, studionim deri në 10 të darkës, normale, po konviktin e kishim afër, ne shumë afër, 5 minuta përballë që e keni. Si do ta përballoj unë, do ti unë përshtata se nga që muzikën e kisha me shpirtin, shoqet gjitha i kisha muzikante. Kam një shoqe që ruaj dhe sot, atë është Sofia Kolgjini, është këngëtare dhe është mësuese të Institutit të Verbërve, është e verbër. Edhe atë e shoqëroja e fusja kraun gjithmonë që aty do të kam qenë shumë edhe humane si tip. Më pëlqente kjo pjesa që të ndihmoja njerëzit që kishin nevojë. Dhe ti fillove pastaj të ambientohesh me liceu? Pastaj u ambientova dhe unë vija në çdo saxo që bënin gjithë të muzikës, kam qenë vetëm nga të pikturës që unë vija mbas tyre. Pastaj unë rria vetë dhe këndoja. Unë isha në konvikt më shumë këndoja unë se sa ato që qenë për kanto. Që ishin po, o me gjithë për piktura, po për kanto ke ardhëm, të shenë, ma këndoja, i këndoja gjitha dhe këto serenatat, edhe lapqet, si ti donin, për shtatësha me këtë gjë. Po hëm këndoj një gjë. Për shumë qëfar. Po këndoju. Një gjë për shumë, qërë më ndonë ti? Qërë më kujtosh? Qëfar, e do popullore, atleta, se këndoj dhe përmetare. Me një gjë nga zona jote, përmetare. Një gjë përmetare. Po mirë një përmetare. Për shembull, që njifet kjo këngë e Vaskët Curit, ja sa mano moj lule. Ja sa mano moj lule, stă kam par moja sota së dje. Ja sa mano moj lule, stă kam par moja sota së dje. Stă kam par moja sota së dje. Dil pak moj në penxhere, o dil pak moj në penxhere, të shomoj se cila je. Bravo, sa bukur këndoke. Me gjithë se kam dhe i qik emocione, se pa prova, pa gjë. Po që të duhet prova, Ligji? Më keni kapur këshu apasës. Që të duhet prova? Po kjo është e bukur e një. Aty të vila më thonë, për shembull, kanë bërë një aktivitet me të qëndisur nga gjithë këto zonat, që nga Bangladesh ishin dhe unë, edhe si piktore që jam, e bëra atë qëndisjen më të bukur, bëra pentagramin dhe solin. Ajo imja doli me bukura se ne kemi qëndisur, jemi brezi qëndisjes. Edhe ju këndoja këtë, unë blodhën ato grup gjithë, ishin mbrapa kuintave. Ato s'dinin gjë, ishin në një si gazetar si puna juaj. Edhe unë ja mora këngës edhe këndova, të lëzat kur bisedojnë moj të lëzat, o të lëzat kur bisedojnë moj të lëzat, e shoqa në qengac mojnë moj të lëzat, e shoqa në qengac mojnë moj të lëzat, dili shikni ju të lëzat, që jam marin baleshtruaro, dili shikni ju të lëzat, që jam marin baleshtruaro. Bravo, shikati që nga shpirti festës, më thuaj pak si kur shtrojt një tavolin, ti qëfar bën aty? Cili është roli jote? Unë jo vetëm këtë, po unë lën nam në të kërcyer. Kërcen shumë? Se sikur më vë korentin, po vetëm sa njerë kishim një aktivitet për vitë të ri, edhe ishte një shefja unë që këto janë të reja, normale.
as një valle nuk kam lënë pa kërcyer. Më tha, ma, dale me gru, tha ajo, tha, më ke ditur, tha, ku e gjen këtë energji ti, tha. Po qeshëm se ndonjëherë këto, ose shefit, ose këto shoqet e mia, do me të kur kanë qenë, ua, tha, ti, tha, vetëm këtu nuk lodhesh, më tha, ma, nuk pun lodhesh, i thash, këtu jam në fushën time, avash. Nuk lodhet njeri nga qefi, Po nga qefi nuk lodhet njeri, jo.